Një aksident është regjistruar këtë të shtunë në rrugën e Arbrit. 2 automjete u përplasën në vendin e quajtur Vanar në njësinë administrative Zibër. Në aksident u përfshin një automjet tip Opel dhe një automjet tip Volvo. Të dy po lëviznin në drejtim të Dibrës, ndërsa dëshmitarët thanë se në momentin e aksidentit ka qenë autokolona automjetesh, të cilat po lëviznin në drejtim të qarkut Dibër për fundjavë. Po ashtu dyshohet se një automjet ka tentuar të ndalet në rrugë e përpasoj të gjitha automjetet të zhdashur të frenonin, ndërsa automjeti i fundit ka goditur nga pas automjetin e parafundit në rastin konkret Volvon, në të cilën udhëtonin 4 persona të së njëjtës familje. Në vendin e ngjarjes mbërritën forcat e policisë dhe autoambulanca, ku bëhet mundur transportimi për kontroll mjekësor të personave të përfshirë në aksident. Sipas bluzave të bardhare të qendrës shëndetësore në Klos, të gjitha aksidentuarit janë jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ka nisur punën për të zbardhur shkaqet e vërteta të aksidentit, ndërkohë rruga Arbrit ka një fluks të ngarkuar lëvizjesh të fundjavë për shkak se shumë qytetarë që banojnë në Tiranë kthehen të kalojnë fundjavën në vendlindje.